Kam 9 muaj që pres të flas vetëm 9 minuta. Me këto fjalë ka nisur mbrojtjen e tij Erion Veliaj. Sigurisht, për të ky ka qenë momenti për të treguar zhgënjimet e veta dhe pabesitë që janë bërë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës u shpreh se nuk e priste kurrë që miqtë e tij dhe shokët e tij të ngushtë të mblidheshin së bashku kundër tij dhe të firmosnin shkarkimin e tij si kryetar bashkie. Ato e dinë se sa kanë punuar dhe çka kanë bërë për Tiranën dhe ma kthyen shpinën në momentin tim më të keq. Ky është gënjimi im më i madh. Çdo natë lutem për to që Zoti t'i falë se nuk e din se çfarë kanë firmosur. Më pas, Veliaj e ka kaluar topin në fushën tjetër, duke paralajmëruar Ogerta, Manastilion dhe Florian Binaj. Po sikur nesër t'i bëhet Ogertës ose Florit, kjo që po më bëhet mua sot, po sikur t'i ndot atyre që t'i marrin nga zyra ku po ushtrojnë detyrën dhe t'i çojnë në burg, a e kanë menduar ndonjëherë këtë gjë? Dhe më pas, Velia i prekur në prani të kamerave dhe të antarëve të gjykatës kushtetuese i ka kërkuar publikisht falje gruas së tij Ajolës. Ai tha: "I kërkoj falje Ajolës se për më shumë se 10 vite kam punuar shumë dhe kam qenë më shumë jashtë shtëpisë sesa në shtëpi me të. Nuk i kam kushtuar kohën që duhet i kushtoja, sepse kam punuar me orë të gjata. I kërkoj falje Timbiri, që më shumë e kam takuar tani që jam në burg, sesa kur kam qenë kryetar bashkie. Unë dilja herët kur ai ishte në gjumë dhe kthehesha vonë dhe atë e gjeja përsëri në gjumë. Nëse kam një borxh në këtë jetë, atë ja kam vetëm gruas dhe djalit tim."